Makinë me 2 timon, me Kelin dhe Edin. Dhe ja ku jemi rikthyer në studio, kemi një mysafir të veçantë, sot janë nga ta mysafirët. Kemi të jashtëzakonshëm, nuk diskutohet. Sepse nuk besoj që ka qenë në shumë studio televizive në Shqipëri. Shumë pak realiteti, shumë pak. Pse James? Pse nuk e di as vetë populli që tash kanë filluar me ditë se kush është Jamesi, pa marrë parasysh që unë punoj për popullin që 3 vite. Në rregull. Atëherë, prezantimin do ta bëj vetë Jamesi. Po pse ta bëj vetë, ja bëj unë prezantimin. Okej, bëj aty. Jo si lidhet se Jamesi ishte këtu. Okej. Atëherë, James Berisha është pilot i minjor, fluturon në vende të ndryshme të botës me flamurin e Kosovës për të sensibilizuar me sa ka mundësi për të njohur shtetin e ri të Kosovës, apo jo? Kjo është pak a shumë me pak fjalë. Është misioni më fisnik që mund të bëjë një njeri në Kopaqe. Jemi në Kopaqe apo jo? Po, Kopaqe kuptohet, për atë arsye kemi pëlqyer këtë sistem në diplomaci. Pyetja ime 0, jo pyetja e parë e ka kolegu është si lindi kjo ide? Kujt i lindi? Ideja ka qenë imja. Mua që kam ka penguar gjatë tërë jetës time, si jemi prezentu na në këtë planet, në këtë botë. Si njerëz me bisht, më pëlqen kjo. Njerëz me bisht. Thoni çka të doni, ajo më ka penguar gjatë tërë jetës. Kuptohet. Ne e kemi pas sistemin e ndryshëm këtu në Shqipëri, por edhe në Kosovë, me Serbi e kemi pas një sistem që na ka shkatruar jetën. Ajo më ka penguar mua shumë gjatë fëmijërisë time kur jam rritur. A mund të bëjmë një parantezë, ku jeni rritur? Jam rritur në komunën e Rahovecit, një fshat i vogël Brestovc. Po emrin origjinal e ke James apo e ke ndryshe? Emrin origjinal e kam Milazim. Milazim. Jam detyruar ta ndroj emrin kur jam bërë shtetas amerikan në vitin 2003. Po pse? Me njëherë pas kullave binake, kur rrëzuan kullat binake, me emër dhe mbiemër musliman ishte jashtëzakonisht të merr. James, edhe emrin e ke zgjedhur Bushin, unë e dojmë, atë gjitha është një njeri shkëlqyshëm, po i pati bot disa ligje që nuk kishin bashkë në rregull dhe ka ndodhur që shpeshherë njerëzit cukurune i kanë larguar nga shteti, pa marrë parasysh që kish shkuar në shkollë 10 vite, 20 vite, ki licenca të ndryshme, të kanë larguar nga shteti. Atëre ti do të jesh demokrat me bindje. Në Amerikë, i përket jo më është Clintonit, i përket Obamas. Jo, është republikanë, shqiptar, pejsian, republikanë. Jo, un kam një foto, nuk e di. Ordo, ky nuk është George Bush. Fal prit një minutë. Bill Clintonin e du më shumë pak. Po. Ja, këtu është, këtu ke qenë para Monikës apo pas Monikës? Kjo ka shumë rëndësi. Pas Monikës, pas Monikës e parë, ishte pak i lodhur, prandaj. Atëherë për ta përmbledhur dhe t'ja japim përsëri fjalën Jamesit, është qytetar që ka jetuar në Rahovec, ka emigruar në Amerikë në vitin jo, fillimisht në Zvicër, në vitin 1988. Në Australi, kuptohet, në Amerikë, në tërë planetin. Je pilot profesionist? Me profesion jam pilot ndërkombëtar. Kam 6000 orë të fluturimit. Fluturoj prej vitit 1993 që kam fillu, kuptohet kam qenë 130 shtetet botës, kurse gjatë kësaj kohe 130 shtetet botës? Kam qenë është gati rekord, asi shqiptar s'ka qenë 130 shtetet botës? Ndoshta jo. Jo, nuk e besoj, as për një arsye. Bota, e gjithë bota ka rreth 200 shtete që njihen pak nga Kombët e Bashkuara, 130 është 2/3 e botës. Po 2/3 e botës e kam kaluar, s'kan mbet edhe 70 shtetës, disa kanë mbet. Po mirë, do i kesh edhe ato. Kur e ke për fluturimin e parë? Pyet Oni. Fluturimin e parë në mision apo fluturimin e parë? Jo, fluturimin e parë si pilot, që je shkëputur në toka. Si pilot ka qenë në 1993 që kam filluar. 1993 dhe e kujton çfarë linje ke bër? Jo, kuptohet kam filluar si student atë mësohem. Jo, kur ke marrë një avion që ke bër fluturimin e parë si profesionist, si ta kanë besuar ty avionin? Në 1994. Në 94 ku ke shku? Aty lokal ka qenë në Zvicër, në Gruyère, thirrët, një vend afër Bylës, qytet më i madh në Zvicër. Byle kishte emrin? Byle. Po çemër që paska pasur. Në kanton të Friburgut. Në kanton të Friburgut. Megjithëse kam përshtypjen që Joni është fantastik. Ai jep avionit me një dorë. Me një dorë. Tash, ja ku kemi një foto në avion, ja edhe
Ja, edhe ajo për cilën James është I famshëm në gjithë botën tashmë. Ky është avioni me cilin njohim ke lëvizur pavarësinë e ky Kosovës. është një aeroplan Cessna 172 me 4 ulse, viti prodhimit 1967. Kush ka financuar për ta bërë gjithë këtë? Fillimisht ka financu vetë shtetet e botës latine, 34 shtete, shumicën kanë qenë nga unë I financum, por kur populli vendosi që unë ta vazhdoj misionin më atutje, që ka qenë kontinenti I Afrikës, deri me tani kemi kalu 54 shtete. Në Afrikë. Apo Po. Të Afrikës? Në pjesën e Afrikës. E qartë. E shtojmë edhe Greqinë, kam shkuar edhe në Malta, por në përgjithësi në këtë pjesë të misionit kanë qenë 56 shtete, vetëm edhe 2 na kanë mbet pa u përfunduar tër misionin. Avioni është pronë e kujt? Është I blerë. Është imi, momentalisht është në emrin tim, por do t'i takoj popullit, do të mbetet me popullin, do të shkon në muze. Po. Shiko, mua më bën përshtypje një fakt, si ti e merr lejen e fluturimit mbi shtete ndryshme, domethënë sepse nuk kanë gjithë lehtësira për të lejuar fluturimin. Ka qenë një tmerr jashtëzakonisht kompleks. Kom pyet shumë intelektual në Afrikë, pse është aq e komplikuar kjo punë me marrë një leje të Afrikës në lëshim me një shtet. Më thonë që politikanët tonë janë aq të korruptum, aq na bëjnë probleme neve si popull, që frigojnë se kush po vjen në shtetin tonë, kanë dëshirë të largojnë të gjithë aeroplanët, se aeroplanët janë një gjë që munden të krijojnë rrezik, pilotat janë njerëz që që bëjnë munden mi bë disa probleme. Çfarë probleme që bëjnë pilotët? Din mi prek disa pulla shumë të lehta. Kuptova pilotët. Janë seksi pilotat, besoj e ke para të filmin me Leo DiCaprio, apo jo? Po. Kam një foto që do doja që Jamesi ta komentonte vet. Fotot Ku ka ndodhur dhe pse? Kjo është Ka vënë gjo, policia të ka marrë atë. Ky është Karova Trec. Ka qenë 29 apo 30, ka qenë ditë e diell, maj, u çova nga Port Sudani në Sudan për në kryeqytetin e Sudanit në Khartoum. Pas 1 orë 20 minutave motori eksplodoi në qiell. Pas një avari kjo, pas ka qenë avari. Ka eksploduar në qiell. Dhe ti arriti ta ulesh. Filloi të dridhej. Ky është me një motor apo jo? Po me një motor, kuptohet. Vaj të pëlqit në tona ancë, motori u ndal. Unë isha afër 3000 metra nalt, 2700 metra, apo 8500 kom njësia mbatse Do është hedhur me parashut, se s'ka mundsi. Ja. Ke ulur me korrentet e erës? Ti shalshune me parashut, aeroplani nuk do të ishte në tërësia, sikur qysh është. Megjithatë foto mund të ta kishim se e bëjmë me Photoshop. Foton mund ta kishim. Aeroplani vazhdoi 2 pyetje Rufeun. James ti je I martuar? Është jeta ime private është pak problem pe lama tanash. Po kam fjalën para se të nisesh amanetet kujt ja lë, domethënë kisha fjalën. Kam një vajzë Marigona Berisha, asaj janë amanetet. Asa emër të bukur që paska Marigona. Atëherë, shiko, bëjmë një përshim të shkurtër mendon apo? Jo, prit se kam edhe një pyetje tjetër. Ky thotë Gesi si u bëre pilot dhe si ka mundësi që u thonë shumë, e kemi thënë këtë, kero pyetë Jamesit, thotë ku I ke marrë një uritë e parë se duhet bëjmë pilot për vete? Kur kam qenë 3-4 vjeçar, 5 vjeçar, nuk më kujtohet, kam punu në fshat me babgjyshin tim. Dhe I shoh aeroplanat që fluturojnë mbi qiell, mbi kokën time, ja shtoj pyetën se ku shkon ky aeroplan? Çfarë detimi është ato vijat e bardha që I lënë aeroplanin mbrapa? Prej atërit, domethënë kam dashur aviacionin. Kam shiquar qiellin çdo herë. Por ky profesion ka filluar kur u zhvendosa nga Kosova, u largova nga Kosova. Po kishe ide fikse këtë që do bëhesh aviator. Jo, po ka qenë një dashuri, e domethënë si fëmijë ato gjëra që I ki pas ndjenja të mëdha për to, domethënë I ki vazhduar, nuk I ki ndalë. Jo, dhe ne kemi të dy kemi pasion fluturimin, por për styardesat. Na pëlqejnë shumë styardesat. Këti I pëlqejnë më është pak problem për shumë pilot, po njerëz të aviacionit. Juve jeni vetëm në avion, nuk është se keni. Jo, ky aeroplani jam vetëm, gjendem vetëm aty. Nuk ka styardese. Atëherë, ngjarja që ka bërë buj dhe ne mua më duket e pabesueshme që një person për cilin kam lexuar vazhdimisht që kanë ndaluar për ditë për Jamesin. Kemi lajmin ne për ty, ti nuk e di sepse ti ke qenë I burgosur, I ndaluar në Eritre. Makinë me 2 timon, me Kelin dhe Edin.
Ja pra kërë me Sepse- rytyrë, është momenti më i rëndësishëm i bisedës, sepse do të flasim pak për atë aventurë, mund ta quajmë aventurë, Jo, pegare, unë do thosha pikën më të vështirë, ndoshta të gjithë këtyre udhime me i mbushur me peripeci apo jo. Po, Që të po, bie në po. burg të ndoshta se kishe menduar apo nuk e Ato kishe jo, menduar. ato jo. Si ndodhi? Sidomos në Afrikë 156 ditë që ndrova në burg. 5 muaj. 5 muaj e 2 ditë, askush nuk e ka ditë sa jam i gjallë, a ekzistoj, a jam në këtë planet, as misioni, grupi misionit tim, as populli jon, por as familja ime nuk e kanë ditë. Duke ditur që Eritrea kufizohet me Etiopinë, me Sudanin, me Somalinë, është një vend unë do thosha i varfër dhe me kushtetesa të këqija, burgu si ishte, ai ishte i vështirë. Ka qenë një mizeri totale. Nuk e ka menduar që do të kthehemi gjallë, unë nga burgu i Eritresë. Po në qoftë se isha ushqyer me ushqimin e burgut, unë ose do të kisha shkatruar të gjitha organet që kam, ose kisha vdekur, total kisha humbi jetën. Ujin me të cilin uzinte ushqimi, nuk kam guxuar dhe dhëmbët t'i pastroj. Fati im dhe jeta ime i takon popullit atij shtetit apo të burgosërve, nënat e tyre ju bishin ushqim në ora 12 edhe në 6 mbrëmje, ata më kanë ushqim me ushqimin e tyre, një copë buk, dikush me pak gjell, dikush një copë mish, një banan, një portokall, ashtu kam mbijetuar, domethënë 5 muaj e 2 ditë. 5 muaj e 2 ditë. Ne kemi parë shumë filma me heroj, me Rambo, me Gudiun, po ato janë filma. Pra, praktikisht, ndërkohë që ajo që ti ke jetuar është vërtet një situatë e tillë që mua më rënqethet mishi kur e dëgjoj nga ty. Cila ishte arsyeja ligjore për cilën ishte i ndaluar? Çfarë krimi kishte kryer James Berisha për shtetin e Eritresë? Ajo që ka qenë më interesantja, unë shkoj në Shtec, në aeroportin internacional të Asmarës, në kryeqytet, ju tregoj të gjitha dokumentat, më lejojnë të futem në shtet, pas 6 ditë, pasi e përfundova punën e misionit dhe du me dalë nga shteti, 10 minuta, 15 minuta para fluturimit, thojnë do të më ardhë me mbush formullarin dalës nga shteti. Kur shkoj poshtë, thojnë ku e ki vizën? Thash pika parë, unë që 6 ditë erdha në këtë aeroport më leju të futem. Numër 2 thash, si pilot në shtetin e juaj nuk nevojitet viza, ashtu dhe keni ligjet e juaja. Dhe u arrestuan prej aty, 3 ditë më mbajtën në aeroport, mbas 3 ditë më kanë dërguar në burg, dhe mua jeta jeme ka qenë e qeli në beton. Po mendon që gjatë atyre 6 ditëve që ndeje që bëre një ma merr mendja vepritari thjesht për të njohur shtetin e Kosovës, ke takuar njerëz dhe u ke fol për Kosovën, kaq. Asgjë tjetër, ata që kanë menduar se unë jam një i dërguar i CIA-s amerikane. James Berisha edhe mbasi që treguat foton parzit e pam foton, nuk i kanë gjetë me mira foto, me miliona foto që ekzistojnë në internet sot të mijat, e kanë gjetë të njëjtën foto sukur që keni gjetë ju me Bill Clintonin, gjoja që unë jam i dërguar i Amerikës. Po të kanë pyetur, ka kalove një moment të tusijet, pyeti dikush. Po mirë, ti pse nuk i tregove dhe këtë foto që ato të qetësoshin? Cila është foto? Shiko. S'kam lidhje fare. Jo, këtu mund ta psote. Ato nuk e kanë shiqur fare. Ato s'u ka interesuar. Shikojnë çfarë duan ata, jo çfarë duan ata. Sa i përket liria e të shprehjeve tonë është shteti i fundit në planet. Domethënë pa marrë parasysh ka thu. Mos ndoshta ti ishte pak i papërgatitur për këtë, apo nuk mendova që ti do kesh këtë aventurë. Se normalisht kam përshtypjen, kudo që ti shkon me informacion për shtetin, çfarë regjimi ka, çfarë edhe gjëra praktike, çfarë temperatura, çfarë ushqimi. Për Eritren, nuk ishe çik më shumë i përgatitur? Kam qenë në 130 shtetet botës në jetën time, 95 në këto 3 vitet e fundit, nuk e kam menduar që kjo do të ndodhë. Le të komentojmë këtë foto bashkë James, sepse ky burr, ky njeri besoj në jetën tënde është shumë i pranishëm apo jo? Zotri Pacolli ka qenë një njeri i shkëlqyeshëm sa i përket lirimit tim, por mos ta harrojmë. Shumica e kreditit i takon Bexhet Pacollit. Vetëm një gjë që na si popull nuk e dim, edhe populli kanë krijuar shumë presion të bota, të planeta në shtete të ndryshme. Ministria e punëve të jashtme e Shqipërisë kanë qenë të shkëlqyeshëm. Kur njëherë nuk mundem t'ju harroj ata që kanë bërë për mua. Ambasadorët tanë që i kemi të Shqipërisë, të Kosovës. Cila është ambasada më e afërt me Eritren shqiptare? Në Egjipt, në Kairo ndoshta nga bëheshin veprimet. E jone e Shqipërisë që kanë ndihmuar më shumë ti ka qenë në Riyadh edhe në Kairo.
por edhe e Kosovës në Riyadh. Në përgjithësi domethënë ambasadat e Shqipërisë e të Kosovës në të gjithë planetën kanë ndihmuar maksimum. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë jashtëzakonisht shumë, por edhe e Kosovës ka kontribuar në drejtim, vetëm krediti kryesor i takon Zotri Pacollit. E qartë. Atëherë le ta shohim Zotri Pacollin përsëri në këtë foto, janë dhe disa personazhe të tjerë që ti mund të na i rrëfesh se cilët janë. Po, njëri prej tyre ka qenë në të majta, fletjet në të majtë projektuit për kur e shoh foton, Zavens ministri i punëve të jashtme. Njëri ka qenë drejtori i protokollit, kurse tjetri nuk e di. Remzi Ejupi është një biznesmen nga Kosova. Janë paguar pare Jamesit lirosh? Sepse kjo është një pyetje që shumë veta Shumë njerëz e shtrojnë, por kuptohet është një pyetje që përgjigjen nuk ja di. Ndoshta ka ndodhur, por unë nuk e kam atë përgjigje. E dini edhe ju sot se si funksionon planeta, bëhen gjëra me dy të mbyllura që ne nuk i dimë. E kuptoj. Ka qenë një negociatë e cila ka qenë e vështirë. Dytë kanë marrë netusit, kanë pyetur gjatë periudhës që ka qenë i burgosur. Me kanë shtruar disa pyetje siguria nacionale. Unë nuk e kam ditë në jetën time çfarë do të thonë ka siguria nacionale. Jam rrit në botën e zhvilluar dhe jam ballafaquar me sistem të zhvilluar. Siguria nacionale ishin direkt të dirigjuar nga presidenti. Mua nuk më ka leju fare të dal para gjykatës, nuk më ka leju fare të flas me një avokat, të bisedoj me ambasadën, me konsullatën time. Ajo që ka qenë më e vështirë, siç e thash më herët, nuk më ka leju kurrnjëherë të i lajmëroj familjes, t'i tregoj se unë jam gjallë, ekzistoj, jam ende në këtë planet, dhe me thënë familja ime nuk kanë ditë fare se unë a ekzistoj. Për sa kohë, sepse në një moment u mor vesh që ti je burgosur je i ndaluar në Eritre. Sa kohë nuk e dinin ata? Jo, ata nuk kanë ditë deri në minutën që jam liruar nga burgu. Ka qenë enigme e madhe. Ne kemi qenë emision kur është liruar James Berisha dhe kemi dhënë lajmin edhe ka qenë qef i madh ky moment i lirimit, po thjesht është dhënë nga zoti Pacolli, pastaj ka pas prap mister, jo si do u thoj, si do vi deri në momentin që hyri në Europë, pastaj ishim gjithë 100% sigurt. Po. James ti në Amerikë a ke fluturuar ndonjëherë mbi territorin amerikan? Vetëm ja 3 shtete apo kantone për të Amerikës që nuk i kam kaluar, këto tjera 47 i kam vizituar të gjitha. Kanadën e di shumë mirë, kam qenë me 100 herë në Kanadë, në Meksik. Kanada është Kanadaja, për ne që kemi thekë si gabim. Në Kanada, po Kanadaja, në Meksik, në Amerikën Qendrore, ato e kam pas punë në këto vitet e fundit me tipat e aeroplanit Learjet 35-55. Pas misionit tënd që i cili do ketë një fund apo jo? Besoj? Po, me siguri. Jo, ti për këtë po lufton. Ndoshta sa më shpejt jetë fundi i misionit tuaj që më mirë është për popullin. Kur të gjithë shtetet e botës ta njohin Kosovën në mënyrë që të bëhet një antar me drejta plota i Kombeve të Bashkuara, kam përshtypjen që Jamesi pastaj do të futet në muze një pjesë e aktivitetit tënd, do mbetet në histori, ndërsa Jamesi vetë do t'i dedikohet aviacionit civil apo do të punoj në aviacionin civil, por mos harrojmë një person që është misionar dhe ka dëshirë të ndihmojë popullit vet, ai nuk do t'i ndal kurrëherë aktivitetet e tij për të ndihmuar vendit vet. Domethënë, jeta ime do t'i dedikohet shumica e këtij vendit, këtij popullit që unë të kontribuoj në forma të ndryshme për këtë. Atëherë un kam dhe shumë pyetje nga publiku, por një do ta bëj sepse është Joni, duket është shumë i dhënë mbas aviacionit, thotë sa vjeç ka fluturuar për herë të parë dhe thotë me respekt Joni, thotë ma thuaj James, është ai ideali që do të mësoj avionin. Do të thënë viti parë fillimi që ka qenë kur ke fluturuar, sa vjeç ke qenë? 93-ën PPNA, që 19 vite, sot i kam 40 vite. Boni 19 vjeç ke hyrë në avion dhe i ke dhënë për herë të parë. Që 19 vite. 19 vite. 19 vite, do të thënë vitin 1993. E kuptova. E kuptova. Sa i përket çka ke pyetja tjetër kolegut, si mund të bëhet çka? Ku mund të bëhet? Duke qenë në Shqipëri, ku mund të marr leksione? Ku duhet të shkoj? Është pak problem ne aviacionin civil, trojet shqiptare nuk e kemi aq të zhvilluar. Do të mundohem ne të punojmë në drejtim, por është një drejtim apo një rrjet që ne nuk e kemi një ritëm mëdha, duhet punojmë në drejtim të dy shtetet, të Kosovës, shteti i Kosovës edhe i Shqipërisë, që të kem sa më shumë pilot se shumë pak kem pilot. A ka Kosova avion ushtarak?
Të vetë, domethënë shteti i Kosovës. Sa mu e di, unë asnjë fare hiç. Nuk ka, por në Shqipëri as helikoptera nuk kemi. Në Shqipëri kemi më duket ja 2-3 helikoptera dhe ja 2-3 avione që janë në gjendje të punës, kuptohet i kemi ende Ty do pëlqen të fluturohet një avion MiG-21 për shembull, apo 19 nga ato ushtarakët, 17 nga ato reaktivët. Me plot dëshirë kisha pas dëshirë t'i fluturoj. A ke aftësinë, patentën, licencën për këto avione? Domethënë a e përmban trajnimi yt një avion ushtarak? Secili aeroplan që ka kri, që ekziston në këtë planet, mundem me fluturu sot. Kam kapacitet dhe mundem. Por çka duhet bëj me atë aeroplan që do ta fluturoj sot apo nesër për shembull, duhet një javë apo 2 të shkosh të trajnohesh për çat aeroplan që do ta fluturon. Se licenca si licencë është e vlefshme për të gjitha aeroplanet që ekzistojnë në këtë planet. James Berisha, të falenderojmë që erdhe në studio dhe turojmë shumë sukses në mision. Për Shqipërinë. Në diçka për Jamesin vetë, sepse vetëm për Jamesin pilot atë pëlqen Shqipëria. Shqipërinë e du shumë, popullin tim e du shumë, po më pëlqen shumë me arritjet që janë borë në Tiranë apo në Shqipërinë në tërësi. Jemi duke u bashkuar, një gjë që është... Je për bashkim? Po jemi për bashkim, po që nuk diskutohet. Unë 100% jam për bashkim kombëtar. Çdo bashkim... Ne jemi pak a shumë në njëjta moshë. A do të arrijmë neve që të jemi të bashkuar, domethënë brenda jetës tonë? Unë mua më merr mendja që po, por kemi punë të madhe për të bërë. Dhe mos të harrojmë, çdo bashkim krijon forcë. Po në qoftë se ne rrim të shpërndam siç jemi tani, nuk do ta kemi atë forcën që kemi kapacitet ta kemi. E atëherë vetmja gjë që na ka mbet, ne si popull të edukohem dhe ta bëjmë atë. Fjalarit i thonë shkodranët, atëherë turojmë gjithë mirat, suksese. Kishim privilegjin, kishim James Berishën, nuk është i pranishëm shumë nëpër studio televizive. Ne do jetë, edhe sa ditor ish në... Nesër ka mesditë do të më shkon në Kosovë, se sa mirë e kishim në maksimumi, mund të shkojnë në wake up maksimumin. Aftuar nesër ndonjë në emision mëngjesi? Me siguri telefonet po cingrojnë non stop gjërat. Mbyllim, mos i pranoj asnjë, vetëm çka kishim për të thënë. I tha atëre, turojmë të reklam për të suksesën misionin tuaj kaq fisnik. Faleminderit. Klasi. Makinë me 2 timon me Kelin dhe Edin.